Jo, vëllohi me mësese se kom gjithë askur, po se kom dhe që adit që orë me kërtkuq, me kërë me kuale, me traktora, din, që në ta kërëtim duota. Eganiu kujton edhe kohën si 18 vjeçar që u martua. A i thot se asnjëherë nuk kam pasur probleme si çift. Madje, a i thot se gruaja e tij ka qenë aq e zonja sa prej punëve të saj me Vilmet në të kaluarën kanë fituar shumë të maj me parash. Jo, vëllohi me mësese se kom gjithë askur, po se kom dhe që adit që orë me kërtkuq, me kërë me kuale, me traktora, din, që në ta kërëtim duota. E qashtu. Sot për një edhe për rrimë to, edhe për redutrujet me to, edhe për merë, edhe për prishën. Qështu. Unë e problem s'kom posë kur heq. As me thmi, as me bob, as me musafer, as me qëmanë, me fjendën vje, ma ka rujt shpinë si kur dhjeli që është. Po nën, apo një nejë halash, ndimi, shami, jo, salama di ketë më dole më diriguën e për, a për njën, ti bënë e sopë, 7 su pa lëpi këm posë mas lufte. Keti ka mjelë me dorë, dhe që këm bërë maqinën, e ka shi tomel, e djath, e mozë, që bënë e sopë zdo mujë në ka 300-400 euro. Edhe hongsha vetë me thmi këtë, kom të qka desha. Qështu. Të ne kanë maru gjampira mikrobza, gjithpona, tash pishe vetë. Ujtë e volë, rryma po, shpëriti po, për njëna jo, jenë dhe thene tash shumë ma letën. Mirë po sot Ganiu nuk duket të jetë edhe aq i kënaqur me jetën dhe shoqëri. Lezet ka postë nërë ma shumë, se kur e shku musafir dikon, ta ka qitë një kredon të gryt, ta ka qitë saba një shërbet me shiqere, e ke qunë honë, unë ka qitë shërbet saba, ka qitë kredon të gryt. Sot dhja për një kënë gjja qëtë nuk thëtë zotë edhe të bërë qëtë, jo, po thëtë, vete honën e badin, se s'kem kur far vitamin është nuk jem na, pse jemi mush haram. Han buk kur nuk thot bismillah. Quhet ha buk, nuk i doa duart heq. Nuk thot kur Zoti të fol. Punon me haram. Pos a mundet çto, një vyrt. Ka me ta morr. Qështu. Të një herë ku në fukara, i ka në mukatune, e ka në maru shpinë, e ka pos deken, e ka pos dreken, e ka pos që shku këshie i ka një muë. Mulle se sëd, se akuna po dhajtë, pos a mundet me të shkelë. E në këtë fshat gjendet diçka që për banorët konsiderohet me vlerë dhe e veçantë. Në fshat gjendet Lisi Binjak, si që quajnë fshatarët. Ganiu me pak fjalë na tregon për historinë e këtij lisi. Unë jo me lindun mas si ti bregu që atin altë. Oshtu ua që shka për blot edhe për me tërgastu dhe mosh me këtë një që nënë. E këtu i kumë rujtë dhatë, lot, qëtu, këtu edhe këmina shpatit. Këtu u kona i plepi atë, edhe e koni gjonë, mërëna konë zgarë.